Përshëndetje. Ku jemi këtu me bashkimin e datës 2 qershor 2026, kemi një ditë shumë të rëndësishme mbi ndryshimet, takimet, bisedimet. Kemi filluar dhe do të ndryshojnë shumë gjëra në fushën e karrierës dhe në lidhje me punën, sidomos kjo ditë, paraditja është mjaft e rëndësishme sepse lidhet me punën aktuale, lidhet me ndryshime, lidhet me vendime të rëndësishme të punës, por dhe atë ekonomike. Duke pasur parasysh disa çështje që kanë të bëjnë me parandor për shembull, ose kanë të bëjnë diçka që lidhje me ndryshime pune. Është një ditë mjaft e rëndësishme sepse duke pasur parasysh edhe në lidhje me punën, edhe në lidhje me ndryshimet që kanë të bëjnë. Por gjithsesi, kjo ditë është mjaft e rëndësishme mbi takimet dhe bisedimet. Sidomos shenjat e zjarrit, siç është dashi, luani, shiketari, kanë ndikime shumë të mira